Këto tre gjëra që po bëni çdo natë po ju plakin para kohe. Plakja është fenomeni më i papranueshëm për shumicën e njerëzve. Të gjithë përpiqen të përdorin mënyra të ndryshme që mund të ndihmojnë në shmangjen e plakjes së parakohshme. Ekzistojnë disa veprime që kanë ndikim të drejtpërdrejtë te plakja. Ekspozimi i madh në diell, ëmbëlsira deri te pozicioni i gjumit mund të nxisin plakjen. Kjo është një arsye pse anti-angin, pra lufta kundër moshës, është bërë një temë e nxehtë të industrisë së bukurisë. Gjërat që në duke na shpëtojnë nga rrulla dhe nga fiksimet për të ruajtur sa më shumë gjatë rinin, janë të vështira të gjenden. Vitet e fundit lufta ndaj rrullave është bërë një shqetësim i madh i ditës, sidomos për femrat. Nëse do të dish një faktor shumë të rëndësishëm që ndikon në rini, është të mësoni cilat janë gabimet që bëni vazhdimisht. Sipas studimeve, të flesh më pak se 7 orë gjumë mund të shkaktojë plakjen me rritjet më të mëdha të rrullave në fytyrën tuaj. Prandaj bëni një gjumë më të mirë.